Kombëtarja shqiptare do të zhvillojë një nga ndeshjet më të rëndësishëm në kuadër të kualifikueseve për Kupën e Botës, mbrëmjen e kësaj të shtunë në stadiumin Air Albania në Tiranë, ku qezësinjtë do të përballen me Serbinë në një sfidë që mbart vlera të mëdha sportive dhe jo vetëm. Kjo është vetëm hera e tretë që dy kombëtaret ballkanike përballen në nivel ndërkombëtar dhe tensioni historik mes dy vendeve ka bërë që kjo sfidë të vlerësohet si delikate. Ndeshja e parë mes Shqipërisë dhe Serbisë u zhvillua në vitin 2014 në Beograd dhe u ndërprer për shkak të incidenteve, ku tifozët u futën në fushë dhe sulmuan lojtarët shqiptar. Shqipëria vjen në këtë përballje pas dy ndeshjeve në grup me një fitore dhe një humbje në ndeshjet e para. Fitoria ka ardhur në shtëpi kundër Andorës me rezultatin 3-0, ndërsa humbja është regjistruar në transfer ndaj Anglisë. Trajneri Silvinho ka theksuar se ekipi është në ndërtime sipër dhe se objektivi kryesor mbetet kualifikimi në një botëror për herë të parë në histori. Kundërshtari Serbia vjen në këtë përballje me një bilanc pozitiv në ndeshjet e fundit. Skuadra e drejtuar nga trajneri Dragan Stojkovic është e motivuar për të siguruar pjesëmarrje në Kupën e Botës për herë të tretë radhazi. Serbët vijnë nga një fitore ndaj Austrisë në play-off të Ligës së Kombeve, e cila u siguroi atyre qëndrimin në nivelin më të lartë të garës gjatë ciklit të mëparshëm kualifikues. Serbia nuk pusoi asnjë humbje, 6 fitore dhe 2 barazime, ndërsa në 18 ndeshjet e fundit të këtij lloji formati ka regjistruar vetëm një disfat. Megjithatë, forma jashtë fushë e Serbisë nuk ka qenë optimale së fundmi. Në 4 ndeshjet e fundit si udhëtues pas kampionatit evropian të verës së kaluar, ata nuk kanë arritur asnjë fitore duke marrë 2 barazime dhe 2 humbje. Kjo statistik mund të shërbejë si një faktor që jep shpresë Shqipërisë për të shfrytëzuar avantazhin e fushës dhe mbështetjen e publikut vendas në Air Albania. Masat e sigurisë për këtë ndeshje janë të rrepta për shkak të ndjeshmërisë politike dhe historike që shoqëron përballjen. Autoritetet kanë angazhuar rreth 2000 forca sigurie, përfshirë njësi speciale dhe struktura të antiterrorit. Ndeshja Shqipëri-Serbi do të luhet mbrëmjen e kësaj të shtunë, duke nisur nga ora 20:45 në stadiumin Air Albania.